Përshëndetje. Kjo është ajo e treta e parizimit gjumit. Qysh ndodhi mo. Kjo e dyta bani shumë përshtypje. Shumë. Unë e kam lanë të e sopkoj me, këpëton? E kësha lanë gjithë të gjanë. E kësha në menjë gjithë kohën, që kështu i me shkuja në natyrë, karikosha, para se me meditua, këpëton? Kështu mirë fare. I ke sopkoj pa meditu pa bako kështu për pak për maja vetën, për nesë, unë masi koha një fillova prapun, a këpëton që unë zë dërzohem ma ke kja, unë du të bajti qka, këpëton? Po e kisha pak frikë, ta them drejtën. Po, prap, bat qatë bat. I me do futëm, zë gjojma menjen, bat qatë bat. Edhe po isha ma përgatitin, po i baja gjëra në regull, ma jo këshu. A këpëton, i me bëjnë gjëra në regull, shtrijesh për qef, nuk rima këshu, a këpëton, ullur e këtë gjënat. Por i unë ullë për t'jem gjendjet mirë, a këpëton, unë se ka problem maja, unë kam dalë dhe kore i këshu, për shemë shtrime, këshu ullur kërbat. Unë dalë nga trupit e këshu i me. Si këshu s'ka problem. Po, nese, unë po filloj me të meditohesha, pa mëre vetëm, po baja këshu si tip momentumin prap, a këpëton që përshkoja për shamu natyri me, shpesh, si topi borës, ku është borë komplet, nalt Kemali, elçon e topin e borës, a i bat maj mat, e merë ma shumë momentum. Edhe unë me këshu përbasha me këte, a këpëton kësha marja jave gjusë 2 javë që përshkoja shpesh natyrë edhe po meditoja kështu. Edhe kësha me momentum e miri me, u kapa unë për rezonuja me i fare kështu, i meditim tjetër, ishte femër, angelike, kishte shumë meditima, edhe po njoja me, kja jo lista sajt. Njova të parë unë, po e dhja vetën gjitha sensacionën, e po mirë, ishte ja kja 20 minutat. I kam banja unë, marova punë, erdhe prap, u shtriva prap, e futa, po edhe meditimin tjetër, që vjen mas kësajt. Futa në pa, filloj ke meditimi tjetër, kur qova pak unë këshu, këpëton se po ndjeja lullu sensacionesh, zdija qysh. U qova unë prap, edhe mora vesh isha pak shumë prap në gjendje si tip shu gjumja, këpëton, që dhja që ishte kjo, ajo që thonë këto theta state, ku je shumë këshu, ku isha në gjendje të mira, këpëton, se kështë me tuj me unë, kështë disa ditë, ku isha mundësi. Edhe e futa prap play ata unë, i ula syt, ula të kërvati, filloj dhe tjetra, edhe ishte një mirë ajo që filloj e treta. Ishte ke 20-50 minutat. Sa pa proasha nga funi aty për shamu, ku do s'do ti, erdi prap kjo energjia me, parizimit gjumit. Erdi prap. Për me nuk erdi ashtu që sherdi rallën e parë, a këpton, edhe rallën e dytë. Që më të rënditi fare. I me erdi kështu kjo. Pëtoj, ajo energjia elektricitete ishte nga 1 dhe ke 100-ta, kuse kjo është ke 15-ta, të krahasohesh me fuqin, a këpton? Që kjo ishte shumë, për shef, nese, unë e kuptova dhe se e kishet njëtën atë, njëtën shenjë, e ninti, për kishe shumë e mirë, që shumë tha shumë, apo bravo, vazhdo, edhe u ishte pak e qëditëm, pa e di unë se kam kariku vetën, thash unë shkoj natyrë, vi, praktikoj, ri 3 orë, aq sa kam unë, a këpton, njane kam a pak, njane kam a shumë, unë se di, unë për mu aq 3-4 orë. Vi prapa një una, për ndija unë të një për ndija unë i me këto ndjenjat, i me që më shkëput nga trupi, a këpton? Pa i me kjo është për para nga ato, herët e para fare, a këpton? Këto eksperiencë që po flasën i me. Edhe, vazhdoja sensacionet e gjitha gjanat, edhe po i kja unë i me, edhe ma shpet këtë mënyrë, edhe shumë ma shpet se të 2 radhë të tjera. Po i kja,
Jo po ike, po sikur po m'vinte kjo mu vu, edhe unë sikur po ikja në këtë mënyrë, për shembull shkëput. Po para se më shkëput mirë është tip shuaj, se tip shu, këtë është një farë energjie fillim që ta bllokon komplet trupi, fike trupi, e kupton? Edhe si ku arritëm aty kur fiket komplet trupi me fare, a kupton që unë me po shkëputem nga trupi. Kështu në kontroll me strukturën, jo kështu që bëjmë përpara, bab dilja. Kjo është kështu me strukturë, që e ul gjendjen edhe vup shkëputesh. Që shuni me kjo quhet ajo origjinal që është sleep paralysis me dala, kupton? Edhe era në gjendje unë e pashën sikur erdha ka funit me që unë po shkëputesh edhe komplet ndjenjat me trupin sikur shkëputun, a kupton? Sikur ishte që për herë parë, diçka duket për herë parë duket sikur vu. Apo kur merr në mend që rrëzohesh, a kupton? Ishte pak ashtu, po ishte në kontroll, jo kështu që të merr në mend, po unë s'po merr në mend, po më sikur po iki kështu, a kupton? Është komplet ndryshe sensacioni. Po nëse aty për aty sa po ndodhte kjo me procesi. Çfarë ndodhi thotë? Ai shoku që kisha rru fare unë. Ai ishte menja, tha, ku do ikesh ti, tha. Ja se tha shuaja, po e tha ndryshe. Po edhe unë se kam eksperiencu në njerë këte shkëput me kështu që shpër baja me, a këpton, në kontrol edhe si ku përmikte ajo komplet zhiva trupit, ajo ishte shumë në atë kohën se, a këpton, ishte edhe kja ishte ndryshe, po ishte ma shumë marrë mirë se ato ditë para, nuk krahasohesh në botë. Si që në gjendje shumë të mirë. Edhe më tha menja, tha, ti me pëdel, tha, këpëton? Su friksu menja, tha mon. Ti me pëdel, a këpëton? Këshu kontrol, së pëdi jasë ku ikën as vetë. Unë shpilloj prap kjo, po, që po thë kështu? Që me ti ke lanë grunë dhe fëmijën këtu ime, a këpëton? Se kisha grunë aty, nuk kisha që grunë ke qytet tjetër aty, se unë po praktikoja vetë ke shtëpia ime, para se me shit në atë kohë. Edhe tha menja, tha, për ti, tha, se kisha qef në atë kohë, para atyve vitë, unë kisha qef dhe tike atje, ta thënë drejtën, a këpëtan, ne jes kisha qef vija këtu në atë kohë, a këpëtan. Kisha qef të rija atje, që të rija atje, që të bajon këtu, a këpëtan, unë dojë tike të knaqë, të rija në atë dashurinë e pafundshme, të marrë eksperiencë të tamam, që a këpëtan, menoja unë, ku jam i vedishëm, knaqë, mos e, a këpëtan, jo që është tukë kjo loja. Po nëse, një të kohë duhet edhe të rria këtu unë, se kisha dhe familjen time këtu, a këpëtan, unë e di që jam të për arsye, po prapë të krahasohesh, nuk krahason botë, merë që me, thoja, a këpëtan, as do të llogaris fare. Gruaja fëmia i du shumë, po e di unë ku jam aty më tanë, çfarë mund bëj unë, çfarë bën kjo loja. Atë menjë kisha, e kupton, në atë kohë. Isha shumë edhe kështu pak kështu egoist, e kupton, s'doja të dija. Jo egoist me kështu, ku e kupton pak a shumë, që ka ma shumë, dhe qysh është atë dashuria, energjia që për një janë me ato eksperiencat spontane, këto gjanat. A kupton? Edhe gojit veti, ku shef që ka i bot tjetër, ku sheti aty, nëse. Edhe unë me tashmë edhe po ti me se di viz, as vi mrapa vetëm, në atë kohë, se si që sqaru mirë me këtë botën tjetër qa është në atë kohë. Kështu, ma shumë isha 80% kisha qeftikja. Po më doli nga gjaja mirë atë janë i thëmë po, vetëm merë nga këtu. Se njerëzit këtu janë gjumë, unë jam keq fare këtu, unë s'po merë me këtë, ta shumë, edhe pëtën. Ma të menje që kisha, në atë kohë. Edhe, ku më tha menja më kështu ta gruja fëmija, ta shumë, ne e dimi me që shba, tha menja, këpëton paka shumë. Që kështu i me, dhe e bajmë prapë, mos u mërzit, ne me këte do meremi, këpëton, si ku kështu, si këte kuptimin, këpëton. Që kështu i me, ne dhe bajmë prapë, po thuj e mirë pafshim grusë dhe gocës, këpëton. Nëse vendos tikim, këpëton.
Tikësh, kështu, edhe unë çmena fare tash më qysh. Po tash më ballon me prap me para se mik edhe me sikur po shkëputesh edhe ajo ishte pak kështu gjendje që se kishte shpenzuar për para, edhe me një ma tha këtë mu që ma tha. Edhe thash me po kjo është rasti me që unë ke qenë ndjenja, ke këtë gjanë që për shpe eksperiencojnë me, nuk vi ma në botë unë. Ku do vi unë tu, që do bëj unë, dhe i ke pylli që të gjetje unë, nanë për babën i thoj, a këpëtan? Marova me pylli me gjitha, unë tu me nej pyll tjetëri me. Si kam pa që paka shumë që ka, që s'ka, a këpëtan? Si ishe në gjendje, e as njës po më këpëton, të gjithë për to që ishe budalla, a këpëtan? Po më tremishin. Unë i mije, për i filje për të mije, të më tremishin, a këpëtan? Ishe jeta vështirë. Edhe puna s'po gja i largë, s'po shgjon të se gjama, a këpëtan? Në atë kohë, sidomos, kur e kupton ti që ka ma shumë, është komplet ndryshe ajo, ti do dish ma shumë, do flet me njerëzit, rreth e qarkë, s'di asnjërin çfarë flet ti, që kështu ishte vështirë në atë kohë. Po nese, unë e vendosa që me për ngjoj menjen, po kthehem prapë mrapshme, s'po iki aty, po kthehem prapë mrapshme, e ti të mirë pafshim grus e gocës, a kupton? Që po ndodhi kështu, e dini ju, diçka kështu. Edhe e vendosa që do të shkëputem nga kjo, s'kam qef ta dalim me, atë kam qef vi prap mrash, pa edhe u friksova pak edhe unë, ta them drejtën se friksoj menja mu. Isha edhe pak me frikat e se ika se lash familjen këtu, u bana me fiksime dy menje. Edhe atje doja, edhe këtu doja, për me, atje doja ma shumë, po prap familja më neri, mos ishe familja unë, atësa ishe dojit fare. Nese, u ktheva prap mrap shumë. Po që kështu ktheva unë, jo si e në dytë. Së më frimë, a ktheva kështu e vla. Wow, isha bliss, a këtan, isha kështu, wow, fantastik fare, si ku isha kapun atë me atë botën tjetër. Isha futun për shdoj, pare se me dal fare, po isha ka jo që u hapën gjitha, a këtan. Unë i mora zgjia ato energjitë e mia, pa dhe isha i mirë nga para mu, si ku mu së vendesu kjo kështë disa herë. Aran këtë energjitë mirë me, pra të mrapsh. Edhe direkt telefonu, tash të marrë grusi me, ta marrë gruni me unë, të them kështu. E mua telefon, që ba mirë, tash unë. Kisha qef toja edhe ty edhe gotët si me që po ndodhin e diçka më mu, se unë me kam hyrë shumë thellë me këto gjëra të tash. Unë s'di që bëhat as vetë 100% janë ma tanë, që do baj që s'do baj. Po serda prapë mash, mos të fikson, mos të gja, unë e kam vendos vetë. Që ti i kje, këpëton? Po, që kështu mos më mërzejta, këpëton? Qarë thue dhe da, u fiksu fare, tash, këpëton, mos baj kështu, jem regull ti, a këpëton, mos u ba me këtë gjara, ta e po fiksohesh, a këpëton? Aty mu mikë, si ku mikë pak aja energjia mirë, tash, po në qekteme, me frikët e kësajt, mi baj që a dush tani kjo, a këpëton, nese. E mbylla telefonin tash, që më ka ta telefon tash, më tash në një menje, se më çove nga kjo, pse ma dhe këtë menjen e kohë tash, pse më sika unë. Pa që spetoja menje, që unë do të pastroj, unë do të bajtë me lavash, unë do të shpërlaj ti po më të shmen, ti po mba me fiksime, jo kështu, pasi gjame s'do nodhe, ika, e thoja menjes unë. Qysh? Ja, gruja shku është. Dhe po merremi të gjanën me ti po mbamu me fiksime, nuk është rast ti ke aty të merr një experience, kush e di sa kam punu për këtë punë, ti po më prish më punë, ti thoya me njëstime. Për herë, po më del aty me këto fiksimet e kota. Jo baçu, jo bata shu. A kupton, prandaj unë them ne po më një shumë herë se kjo çast më ka bë mua, a kupton? Ka bë pa bamë. Më ka prish shumë punë, se vetëm frikë është, komplet frikë. A kupton, do vi gogoli, do baj kjo, do baj ajo, se di që ndodh, se kupton këtë gjana, a kupton? I mëson kjo me mu, duke i marrë eksperiencët, po pa diçka që është ma nalët, se kupton, se pranon tremet, vjen me në gjatë tjetër, ta shpif. Po familja, po i merë, se ti mu po familjen, se s'në thej për pare, ti mu këte. Me një menshme. Ma thuj i gjystori juar për pare, 2 orë pas një bak të punën, na. Po vjen aka aty ku duhet, e di që ta thot, që ta thot, që baj ty me fiksime me 2 menje, që shmbani mu. Nesë, prap, pa maja vetë me, për karikoja, për provoja pa, po s'po m'dil të ma, si ku dola nga e gjendja, këpëtan.
Po prapë, provoja për se vitisha, unë s'po dorëzohesha, jam ora doni me, unë e dije, unë që i me, a kupton? Do të karikojmë veten, edhe t'i bëjmë të meditime, t'a fusim momentum, edhe të im në gjende, ani për thot, ke shumë shans dali kjo për thuj si tip komande, për është vështirë me majtë veten me këto energjiet e mira, vajt ku janë gjendje, ku janë njerëz në gjendje. Unë kësha shumë vështirë me majtë gjendjen e mirë gjithë ditën, se me qas meresha. A kupton, edhe nga ato gabimit unë me kam mësu që shta maj vetën ma mirë, se na herë do t'i bash të gabimet, a kupton, ku s'kena një t'i tregoj, që kështu më ndodhi. Po t'bashk tek. Të nese. Unë i futa rrugën në gjatë, aq di, aq baja. I shuj me për mëndë këtu e zbuluja vetën, unë kështu e zbuluja vetën me që aha. I mene do karikohemi sa ma mirë, edhe dhe bajmë praktikën në një, që të ndali ma kështu për qef, jo me këto gjana, po edhe po doli me këto gjana, unë prap, dali që dali, unë, a këpëtan, unë zdo të di, unë, e thoja në atë kohë, a këpëtan, unë do shkëputem, unë, se kam, a këpëtan, dali që dali. Po kështu këto gjërat, s'm kam dalë, nuk me kanë ndodhë ma këto paralizimet e gjumit, po unë se kam pasës për para, po, me unë ko shkëputem nga truti, e di vetën qetë, shkëputem lodhësh mënyra, shkëputem edhe kështu nga trupi, edhe nga andrat për shembull që dalë, nga trupi, edhe duke pa teknika, për shembull lloj ka lloj mënyra që mund dalësh nga trupi, e kupton? Ka lloj mënyrash. Po ajo gjendje e fut vendet mirë, merr momentum, edhe ani e sulmon diçka që të kesh praktik për shembull, që do të kesh ndaj fare, e kupton? Kjo është ajo mënyra më e mirë, më e thjeshtë. Për mua, që kam kuptuar unë deri këtë kohë, e kupton? Po më varet sa mund bëhet përpara, po unë s'kam pas ndonjë kështu eksperiencë që si ato dy të parat. Se kupton edhe këtë treta me aha. Se kisha kariku vetëm, kisha marrë momentum, edhe po vazhdoja me ndilte ku dilte. Edhe një nga ditë ndoli kjo mu. Edhe kur shef prapë ne kuptova, se kisha gjendjen e mirë në atë momentum, në atë kohë, na kupton dhe bana këtë edhe nga që kisha marrë pak me kohë, kisha ngrit frekuencën me ditje pa ditje, e kupton, unë duhet të marrë sa më mirë veten, edhe isha pak nuk isha ka pas me familjen, me të tjerët për këto ditë, isha pak si vetëm i qetësuar, a kupton? Edhe isha vetëm shtëpia nis, kisha pengime do vi njëri, do vi tjetri, i rija kështu i relaksuar, edhe bam. Doli kja për shembull, a kupton? Në atë kohë. Edhe kuptova ndonjë me për herë tjetër, a kupton? Që kështu edhe mëson, po edhe dëshpërohesh në herë për momentin aty dëshpërohesh, se nuk shef më shumë me çfarë ndodhi, po ç'ish miku kjo, po ku shefi më, po mirë. Mësova edhe nga kjo me. Që kështu me unë se ka bëma këto gabimet, po ishin ato të parat, që po ju ndodhi, e kuptoni vetë pak a shumë ani qatë bani, qatë zbani. Po unë prap, ku e bëma të mirë, ka vesh me atë energjinë e mirë, që di sa rrinë me ty a energjia mirë, a kupton? Edhe në atë gjendje ti mund të kapësh edhe gjëra tjera, a kupton, ku je në atë gjendje. Prandaj unë jam shumë kështu tifoz, ta ndihesh veten mirë, se ajo kesh dashuri për veten tate, a kupton? Edhe aty hapen dyert dhe më mirë nga të gjitha anët, e ke eksperiencat më të bukura, më të mira. Po do kohë, do pak dedikatim, kështu me nejt mrapa, a kupton? Po ja merr dorën. Ja merr dorën, ime. A kupton? Sa të marrësh edhe të parën, dytën, atëherë, si mos të parën, se bëhet të mbakollajani, ku del komplet, 100% jashtë nga trupi. Po nese, kjo ishte ajo eksperiencia, edhe mendoj se keni marrë pak informacion sot me këto 3 videot. Ju uroj një ditë gjithashtu fantastike. Unë me po ikem t'i futem pak me kokë aty ke ujë, kam ujë aty mëna thellë aty në vend. Edhe shihim në vitin tjetër. Mirë pafsh.